Në histori, ka momente kur duket sikur gjithçka është e vendosur. Perandorit ngrihen, pushtojnë, dhe askush nuk mund t'i ndalë. Në shekullin e 15, një emër sundonte me frikë dhe fuqi. Perandoria Osmane. Ajo pushtonte qytet pas qyteti. Ushtarët e saj ishin të mëdhenj, të organizuar dhe të pamëshirshëm. Shumë kombe u dorëzuan. Shumë të tjerë u zhdukën. Por në një cep të vogël të Ballkanit, në një tokë të ashpër, të mbuluar me male, dini një histori që askush nuk e priste. Një djalë që u rit si armik. Gjergj Kastrioti nuk lindi si hero. Ai u mor peng që fëmijë nga Osmanët, u rit në oborin e sultanit, u edukua, u stërvit, dhe u bë një nga komandantët më të besuar të ushtrisë osmane. Ai luftoi për ta, ai fitoi betejë për ta. Ai ishte një nga njerëzit e tyre, por brenda tij ishte diçka që nuk ishte shuar kurrë. Kujtesa e vendlindjes, identiteti i tij. Dhe një ndjenjë që një ditë ai do kthehej. Një betejë në Nish, një moment kaosi. Dhe një vendim që do ndryshonte historinë. Skënderbeu dezerton nga ushtria osmane. Ai nuk ikën si një ushtar i zakonshëm. Ai merr me vete eksperiencë, dijen e armikut dhe një plan. Ai kthehet në Shqipëri dhe merr në dorë qytetin e Krujës. Flamuri ngrihet. Rebelimi fillon. Kruja nuk ishte vetëm një qytet. Ai u bë zemra e rezistencës shqiptare. Nga aty, Skënderbeu nisi një nga sfidat më të panumërta në histori. Lufta kundër një perandori. Por ai e dinte që një gjë që shumë të tjerë nuk e kuptonin. Kjo luftë nuk fitoi me numra, por me mendje. Shqiptarët ishin të përçarë, fiset grindeshin, princat rivalizonin, dhe Skënderbeu e dinte. Nëse nuk bashkoheshin, do të humbin. Në vitin 1444, ai mblodhi princat në Lezhë. Dhe aty ndodhi diçka e rrallë. Ata u bashkuan. U krijua lidhja e Lezhës. Një aleancë që i ktheu shqiptarët nga një popull i ndarë në një forcë të organizuar. Osmanët kishin mijëra ushtarë. Skënderbeu shumë më pak. Por si mund të fitosh një luftë të tillë? Ai nuk luftoi si të tjerë. Nuk hynte në beteja të hapura pa plan. Nuk përballej drejt për drejt me forca më të mëdha. Në vend të kësaj, ai përdori prit në kalime malore, sulme të papritura natën, taktika të zgjuara të tërheqjes. Ai lodhte armiqt, i ndante, i godiste kur nuk e prisnin. Shqipëria nuk ishte një fushë betejë e zakonshme. Ajo ishte një realitet i vështirë. Male të thepisura, hyje të dëndura, rrugë të ngushta. Për ushtrinë osmane ishte një mat. Për Skënderbeun ishte avantazh. Ai e njihte çdo shteg, çdo kalim, çdo vend ku mund të bënte prit. Një nga fitoret më të mëdha ishte beteja e Torviolit. Osmanët erdhën me një ushtri shumë më të madhe. Ata prisnin fitore të lehtë. Por Skënderbeu kishte një plan. Ai tërhoqi në një terren të pafavorshëm dhe papritur. Sulmoi ka të gjithë anët. Kaos, panik, shkatrim. Fitoria ishte e tij. Dhe kjo nuk ishte e fundit. Ndërsa fitoret vazhdonin, lajmi për një komandant që po ndalte osmanët u përhap në të gjithë Europën. Papati e quajti mbrojtës të krishterimit, mbretëritë filluan ta shihnin si një shpresë. Ai mori ndihmë nga Napoli, Vatikani dhe aleat të tjerë. Por ndihma nuk ishte gjithmonë e maftueshme. Shumicën e kohës ai luftonte me çfarë kishte. Perandoria osmane nuk mund ta injoronte më. Ata dërguan ushtri të mëdha për të shkatruar Krujen. Rrethime të gjata, të lodhshme, të pamëshirshme. Por çdo herë qyteti qëndronte. Ushtria osmane largoi e mundur dhe legjenda rritej. Sekreti më i madh i Skënderbeut nuk ishte vetëm strategjia. Ishte mënyra se sa i bëri njerëzit të besonin. Ai nuk ishte thjesht komandant, ai ishte simbol.
Ushtarët luftonin sepse besonin tek ai, sepse besonin tek liria. 25 vite qëndres. Imagjino një vend i vogël kundër një superfuqie për 25 vite rresht. Ai nuk ra me një herë, ai nuk u dorëzua. Ai qëndroi. Dhe kjo ishte një fitore në vetvete.